Agjërimi nuk është vetëm praktik fetare, por një sistem i fuqishëm mbrojtës për shëndetin. Gjatë agjërimit, trupi hyn në fazë riparimi. Ulet inflamacioni, rregullohet insulina, pastrohen qelizat e dëmtuara dhe përmirësohet funksioni i trurit. Këto fakte janë konfirmuar nga studimet të Harvard Medical School, Johns Hopkins Medicine dhe National Institutes of Health, të cilat tregojnë se agjërimi ndihmon në parandalimin e sëmundjeve kronike dhe rrit jetëgjatësinë. Por Islami e ka praktikuar agjërimin prej 1400 vitesh si urdhër hyjnor, jo si eksperiment, dhe jo vetëm Islami. Jezusi apo Isa a.s. agjëronte. Musa a.s. agjëronte dhe edhe profetët e tjerë e kishin agjërimin pjesë të jetës së tyre. Kjo është një shenjë e qartë se fetë hyjnore ishin përpara shkencës. Shkenca sot vetëm konfirmon atë që feja e kishte vendosur shumë më herët. Mirësitë ishin në fe, zbulimet erdhën më vonë.